Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Shenja e peshorës. Për shenjën e peshorës, kalimi i Venusit tek shenja e Dashit është një periudhë vërtet që merr zjarr, domethënë. Fokusimi kryesor është tek partneritetet. Shikojmë vetëm edhe shumë qartë se cilët janë personat që nuk ne kanë më shumë të mirë. Ka dhe këtë si cilësi, domethënë kjo si periudhë ose karakteristikë. Prandaj dhe të gjithë shoqëria ose njerëzit që i njihnin po nuk i njihnin mirë, domethënë që i njihnin pak nga larg ose kolegët tanë, të cilët nuk është se ne kanë me aq të drejtë, gjatë kësaj periudhe fillojmë dhe i vëmre. Kjo është pak a shumë periudhë ideale në të vërtetë për shenjën e peshorës. Duke qenë se është një shenjë e cila për të qenë në një marrëdhënie mund të sakrifikojë vërtet shumë, mund të heqë dorë nga shumë parime të saj. Gjëse periudhe kupton se cilët janë këta persona që ja vlen që të heqë parime nga jeta ose ti mirëmbaj ato. Në përgjithësi, parimet janë gjë e mirë, por në qoftë se janë kanë themelet e tyre pra në disa ideologji ose kushtëzime të pashëndetshme, normal që është e shëndetshme për ne dhe e drejtë që t'i heqim nga jeta jonë dhe kjo është pikërisht momenti ideal. Por në këtë moment të shenja e peshorës vërtet që ka një rritje kolosale në karrierë. Vërtet, është periudha që lulëzon në karrierë, sepse këtu merr një ndihmë shumë më të madhe nga sistemi, bëhet person i kërkuar në pothuajse në çdo ambient, nuk ka rëndësi fare profesioni që keni, bëheni person që tregoni me gisht, domethënë për diçka në anë pozitive, domethënë, jeni shumë më të aftë, jeni shumë më tepër praktik, keni një veçanti e cila çdo problem mund ta shndërojë në mundësi në këto momente, prandaj dhe bini shumë më tepër në sy në lidhje me karrierën tuaj. Jeni shumë të suksesshëm, pra. Bëni pak a shumë një farë figure autoriteti. Ose profesional pra për punën që bëni, prandaj dhe vërtet që këshilla ime do të ishte që në vend që të fokusohemi kaq shumë tek partneritetet, do të këshilloj që të fokusohemi pak më tepër tek karrierë, sepse këtu do të keni më tepër mundësi që të krijoni të stabilitetin që juve e keni të domosdoshme në mënyrë që të mos jeni shumë të varur edhe nga partneri juaj. Pas kësaj, për shenjën e peshorës do të futemi në një fazë që është vërtet në një rritje konstante, por duhet ta bëj këtë, duhet të bëj ato, të kryej balancat siç duhet, fiks në këto momente. Dhe siç e thash, duke qenë se perceptojmë dhe se cilët janë miq dhe cilët janë armiqtë tanë, normalisht kemi edhe më tepër mundësi që ta krijojmë këtë balancë, kemi më të thjeshtë pra. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshorës është në një fazë pozitive. Problemet, njëllësisht tek shenja e virgjeshës pak a shumë, problemet që kishin për të dalë dolën. Ajo rëndesa që mund të kemi pasur në botën tonë të brendshme, në anën tonë psikologjike, edhe atë tashmë e hoqim qafe, dhe kemi më tepër mundësi që thjesht të shohim përpara dhe të avancojmë. Ditën të vështirë, po e them që tani dita e shtunë mund të bëhet pak problematike në lidhje me marrëdhënien familjare për ju. Na vërtet që mund të bëhet problematike, madje do të këshilloja që në qoftë se mos për meshkujt, por edhe ferma normale mund të futen, në qoftë se nëna juaj mundohet që të thotë diçka, në cila është ose ju thotë diçka që është kundër partnerit tuaj, ose në një farë mënyrë ju le pikpyetje lidhje me partnerin tuaj, do të këshilloj që ta rishikonit dhe të vrojtoni situatën, mos e merrni fjalën e saj për të qenë, domethënë, sepse është një ditë e cila vërtet mund të bëhet problematike dhe mund të shkaktojë dëme të rëndësishme. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.